edhe nuk ku menu që ka me gëzu lirin. E di që nonës si pa ta thonë që une kujdesna dhe për vllazrit. Thash ti mos e boj gojle. Në kushte male, ma kemi përgadit, që shkemi mojtë. Edhe nuk ku menu që ka me gëzu lirin. Mas përfundimit luftës edhe se kom ditë. Po kur jemi kthy, mas përfundimit luftës, unë kom menu që kthehen gjithë familja. Aty tani kemi kuptu që ajo nuk është. Nuk është më. Në fillimisht, nuk ishim na që dënim luftën, po aja na imponu. Beteja e Qerezit dhe Likoshonit dhe lufta e komandantit legjendar Adem Jashari me familje ishin dy arsyet edhe më të mëdha edhe të vetmet që ishin kushtrim për liri, thirrje për luftë për neve, një bashkangjit. Unë po, gjatë asaj kohe kam pas përfundu studimet e rregullta. Edhe vendosa me vazhdu studimet e magjistraturës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Dhe kur fillova, ligjëratat e para, fillova me shku, kur arrita te stacioni autobusave në Drenas, e posh një ambient shumë i zë. Thjesht i vike era luftë, gjithçka ishte në heshtje, njerëzit bisedonin mes vete, edhe kur e posh atë ambient, u ktheva. Kur u ktheva në shtëpi baba, u pyeti tha, pse u ktheva, thash, i kanë shty ligjëratat. Se posh që nuk s'ka mo, nuk funksionon mo, nuk ish reni shkollës, thjesht. Edhe prej aty kom vendos, kom fol me prindët e mi, edhe si gjithmonë prind që japin bekimin fëmijës si qikës idealit. Thash unë kom vendos, thash se mi u bashkangjit radhëve të uqykës. Edhe baba gjithna ka përkra, si në shkollim, si gjithkund, çdo iniciativë që kemi marrë, ai ka qenë mrapa neve dhe na ka shtyt përpara. Edhe tha ju prifte mbara, ta kujdes. Veç dije tha ku po hin me Kanadin, po shkoni, edhe prej aty kom vendos, edhe si sot më kujtohet i kom shkruar një letër shtabit përgjithshëm atëherë. Edhe veç e kom shkruar në formë përshëndetje, se jem filonja edhe prej sot jem interesuar me bashku radhëve të uqykës. Mas andej, filloi veç mobilizimi. 26 maj ka, kur i kemi lëshu, kur janë stacionu forcat serbe në fabrikën e Ferroniklit. Edhe na prej asoj dite ma veç fillumi tërhekum familjet, i vendosëm ku mojta, fillimisht në Dobrashevc, tani me vazhdu ata dhe deri në Prishtinë. Shumë mire kujtoj edhe kur i kemi lonë familjet në Prishtinë, aty jemi përshëndet edhe me prind, edhe me krejt familjen që kanë qëndru atje. Po nuk ka qenë moment e lehtë, veç se e di që nonës si pa ta thonë që une kujdesna dhe për vllazrit. Thash ti mos e boj gojle. Në atë kohë isha me Hajrullahën edhe Avdullahën. Edhe bashkë na u kthy në front. Edhe fillimisht u vendosëm në Dobrashevc, në orkon brigada 114, Femilla Drufci. Edhe na aty kërkum, u koordinum, bisedum me komandantin e kompanisë. Komandant kompania atëherë ka qenë Jair Hajdari, bisedum direkt me ta, edhe kështu që na u koordinum edhe u vendosëm pika. Është më rëndësi që pritja ka qenë shumë e mirë për njerëzve, për bashkëtarëve atë, për bashkëluftëtarëve. E kanë prit shumë mirë. Prezencën tonë, unë kam qenë bashkë me Shqipe Hajdarin, bashkëluftëtare. Shumë një qik e shkelqyshme ka qenë. Vullnetin e ka postë madhë. Edhe si 16 vjeçare ajo ka bashkangjit radhëve të uqykës. Edhe po, kështu kemi vazhdu.
betejë mas beteje, kanë qenë njerëz shumë të mobilizuar përkundër armatimit që s'kemi pas mjaftueshëm. Po s'ju kemi dorë rodhëve tyne kur. Gjithherë kemi qenë çdo betejë në vit frontit, ku ka pas nevojë, ndoshta edhe përgatitja e ushqimit. Nuk kemi kursy, veç me te kalu një sfidë që kemi pas bukur sfide madhe. Më kujtohen se nuk kishëm edhe artikuj ushqimor. Tani në për mas ofenzives shtatorit, gjithçka thuje se u shkatrum. Na vishin ndihma, edhe po, në kushte mali, ma kemi përgadit, qysh kemi mojt ashtu. Edhe, po, në për shpia shkojshim mbrëmje. Prej Dobroshevcit, kur mas ofenzives, mas Dobroshevcit kemi kalu për shkoqe siguria në fshatin Vasilev. Edhe aty me do gra, shumë gra të mira, shumë mirë na kanë prit, me qa kanë pas neve na kanë prit, kemi gatu bashk, ju kemi dha ushtarëve buk, ne istrit kemi vazhdu në vijën e frontit, kemi marrë buk me vete dhe kemi vazhdu në vijën e frontit. Dhe më thonë, nuk kanë kursy, bashkëfshatarë tonë, ku do që kemi shku, kemi asë mirë kuptim, kemi pasë mbështetje maksimale për tynve. Po dhe ne si femna që jemi konë, na kanë prit tepër mirë. Ushtria ka qenë shumë e organizume, dhe më thonë, kemi qenë thjesht suku një familje. Mase i kemi tërhiq familjen në maj, dhe më thonë, dhe në ofenzive në shtatorit, tani mas ofenzive shtatorit, kemi kalu për mes do kanaleve, se ata kanë qëndru në Prishtinë, edhe atje kemi vizitu. Kam nejt, atje kam qëndru një natë, sa me po, edhe prap jemi këthy. Nuk ka qenë e letë, po kemi pos një mision më të madhë, edhe e kemi ditë, që kur kemi hynë front e kemi ditë. Unë tje që bindur nuk kom hynë, edhe nuk kom menu që kam e gzu lirin. Per asë një moment kur nuk kom si kom full vetës që kam e pështu, se kam e gzu lirin. Veç, une ju kom bashkan gjitë radhve të uqykës, edhe vetë vetës që kom tho, edhe nëse jeta jem vlenë veç sa një plom të uke Kosovës, nuk kursejnë. Ka prej atyre që sot nuk janë mon me isin tonë. Ka pos momente krenarie, ka pos momente kur kanë këndu, po vullneti o kom bitë gjitha. Gjithherë jenë konë njerëz me vullnet mirë edhe nuk jenë poshtë për asni, edhe po thamë, pse kemi pos mungesa fillimisht të armatimit, po dhe të artikujve ushqimor, po vullneti ka qenë tepër i madh. Prej familjes, po vllavë, kam beti vror, ai o konë me familje, ju kanë ndihmu shumë familje, se na gjithë ishëm të angazhum, i vetëmi ai o konë që kujdes për familjen. Edhe dhe në momentet e funit, ai na ka furnizu me artikuj ushqimor. Ka gjithë kanale prej Drenasit, ka ardhë maleve në Dobroshevc, na ka pru tesha, na ka pru ushqim. Dhe më thonë, gjithëherë o konë lëvizje kështu. Jo veç me familje, po edhe për neve kujdes atje. Kështu që ai me 20 prill veç është vro prej forcave serbe në Drenas. Në lojmin nuk e ko marrë me njëherë lojmin, e ko marrë mas një muj dite. Masakra e Poklekut, mas masakrës Poklekut, o konë edhe masakra e fshatit që ka tu, mi po vllava është vronë në Drenas këto. Gjatë levizjes me ordët i më na furnizu, edhe është i vronë në Drenas, edhe besëm që kur e ko morë informacionin, ku me nu të masakra për Pokleku shka ka ndodhë, vete si kom thonë nalë. Unë vjenë morë, më po dikush me lëtë, që ka ndodhë për shembull kam, më po mu me lëtë dikush. Edhe vetë si kom full, edhe nuk më ka po as prej kolegve, edhe me 2 vllazërit e mi që më kanë, por nuk më kanë po kur lëtë para ty në s'kom qitë. E kom majtë atë mërzin aqë sa duhet, edhe për veten, kështu, amo nuk e kom pasqyru të tjertë. Pse më ka orë marrë, se në atë ku qëfar masakra shu bëshin qëfar vrasje, besëm që mu më vike marrëm me përmen vllahën ten, kur kish familje që u ekzekutu komplet, u dje komplet. Kështu ka qenë. E maj men shumë mirë, në ka furnizu me artikuj. Në ka pru do artikuj ushqimor prej Drenasit.
Edhe gjatë qëndrimit atë, i kishte edhe ai do shok që ishin pjesë e luftës ato, që kishte punu më herët me ta. Edhe është shumë interesant që ka kërku me i po ata shokët edhe me fol me ta. Edhe pak a shumë do i kemi gjetë një shoktina që ka kërku me nejtë, me fol, me bisedu me ta. Sukur kur e din që mos ka me pas njëherë. Edhe po, jemi përshëndet ato, e kemi përcjell deri diku në mal, deri sa ka dalë, deri sa na e sheshëm kemi pas edhe ato linja se deri ku muna na me shku, mos mu zbulu. Se ata forcat serbave që në kontë vendosta në fabrikën e Feroniklit, edhe çdo pllom tonë e kanë veshku dhe kanë pas në kontroll. E po, kështu që jemi përshëndet, jo si gjithmonë përshëndetje kështu, edhe Runo, e di që ka tho Runo, dine ka po levezni. Po në luft, po, jemi konë grup bashkë luftetarësh, jemi konë me vllahun Hajrullahin, me vllahun Abdullahin. Na kemi vazhdu, betejë mas beteje, deri në fund. Ka pas momente të rënda, për mu momenti më i rënd o konë kur kemi dëgju për masakrën e Poklekut. Edhe normal, vrasja e familjarëve. Nonën për herë të funit e kom po në Dhëtor, dhe më thonë vitit 99. Mo nuk e kom po një vizit e ka pas në fshat, veç fshati ishte i tjekun mas ofenzivës shtatorit. Edhe ajo erë për një vizit ato, edhe jemi bashku me ta. Edhe kër e po, gjithçka ishte djegur e rënume, thash mos boj gojle non, thash se deri sa ti hekum që ta prej venit se kanë më bo edhe më të mira. Për shpija mos boj gojle, veç të pështoj njerës. Po me nonën ka tho, kjo s'është kur gjo, pes ju t'jeni mirë, ku do që jeni. Edhe po prej ati momentit, ata kanë shku, kanë vazhdu për Drenas, ma pasaj me vazhdu Prishtin, mon nuk jemi po. Në fakt, prej Drenasit, i kanë përcjell për Qegran, Maqedoni. Edhe mo nuk jemi po. Mas përfundimit luftës edhe se kom ditë. Po kur jemi këthy, mas përfundimit luftës, unë ku menu që kthehen gjithë familja. Aty tani kemi kuptu që ajo nuk është. Nuk është mo. Kështu që jemi pajtu. S'ka qenë letë edhe për ato dhe për neve, po. Do me thot diferenca mes vllahut dhe nonës një mujt ditë ka qenë. Mas vrasjes të vllahut. Si refugjat kur kanë qenë në Maqedoni, vllazën e ti kom pasur në Gjermani, 2 vllazën atje, 3 vllazën në fakt. Edhe ata kanë kërku, atëheri kanë përcjell, kush ka dikan në Gjermani, kanë përcjell familjet. Ata i kanë kërku prej atjehit, prej Gjermanisë, i kanë kërku në Maqedoni që m'ja përcjell familjet atje. Këta kanë kalu krejt gjithë atje kanë shku dhe kanë vazhdu deri në përfundimin e luftës. Dhe më thonë deri në qershor të vitit 2000, normal kur tërhoqën veç forcat serbe. Në fillimisht kur im kthy në shtëpi kom pas gjithçka të rënume. Edhe kom pas një forcë edhe një vullnet që me pastrua teren. Edhe aq lirë shumë ansha në përobor edhe hysha në shtëpi që kur nuk më shkej ke menja që kanë mujt me vendos një bomba diçka. Biç ai vullneti pse u kthym edhe pse i dham fund një lufte të pabarabart e të pa kompromis. Nuk e ndroj atë pjesë të historisë me asnjë pasuri në botë. Edhe jam shumë e privilegjume edhe jam me fat që isha pjesë e historisë më të lavdishme. Pjesë e një krenarie, një lufte që një herë për gjithmonë e hjekom një armik shumë shëgullor. Edhe besom që nuk e ndroj për asnjë pjesë, me asnjë çmim, asnjë kusht nuk e ndroj. Është shumë madhështore të jesh akter i lirisë. Po dhe madhështore është kur ti je pjesë e një historie që jep epitetin e sigurisë të këtij vendi. Unë besoj që po kur nuk është mjaft.
besoj që shumë kemi procese përpara që duhet me shty, edhe Kosova meriton një vend më të mirë, edhe si në Bashkimin Evropian, si në NATO. Të posë parasysh që kemi një halon, një status që disa shtete shembull sot nuk e kanë njohur, edhe na duhet me bëha edhe më shumë që të ketë vendin aty ku e kanë edhe shtetet e vendet tjera. Mesazhi im, duke posë parasysh faktin që sot po tentohet, na jemi dëshmitar që po tentohet të degradohen vlerat e luftës. Unë mesazhi im është për çdo qytetar që të avansojmë, të njohim luftën e lavdishme të UÇK-s, se fundja është bazament i gjitha e kësaj lirie që gëzojmë ne sot. Jo të degradojmë, po të avansojmë, të njohim luftën, sepse nëse ne nuk e njohim luftën sot, për shembull, edhe e degradojmë, ka gjosa që të përsëritet. Duhet të jemi mirënjohës, njerëzve që kanë dhënë shumë, kanë dhënë gjak për këtë vend. Për ata edhe gjeneratat e reja, unë shoh se duhet ma shumë më vedisu, edhe duhet ma shumë me gjeneratat e reja me punu në mënyrë që të njohin vlerën më sublime, si që është lufta e UÇK-s, që është bazament i krejt institucioneve që janë ngrit edhe i gëzojmë sot.